Kuvendi është përfshirë sot nga debatet të forta për integrimin, pavarësisht se dha voton për projekt rezolutë në Komisionin e Jashtëm. Opozita tha se procesi është bllokuar për shkak të qeverisë, por Partia Socialiste theksoi se Shqipëria është më afër se kur antarësimit në Bashkimin Evropian. Odiri ka dërguar një opinion urgjent Komisionit të Posaçëm të reformës zgjedhore lidhur me projekt ligji për financimin e partive. Zyra me qendër në Varshavë kërkon më shumë mekanizma që sigurojnë transparencë dhe kontroll. Analizat e kryera nga AKU zbuluan se shkaku i elmimit të 56 studentëve të Akademisë së Sigurisë u bë konsumi i makaronave, të cilat rezultuan me ngarkesë bakteriale. AKU njoftoi bllokimin e kompanisë që kryente furnizimin. Rastet e dyshuara për evazion fiskal dhe fshehje të ardhura shënuan rritje të fortë gjatë vitit 2025 duke u trefishuar krahasuar me 2024. Për ekspertët zgjerimi i këtij fenomeni ka pasoja për buxhetin e shtetit, por dëmton edhe konkurrencën. Një defekt në sistemin elektrik bllokoi për më shumë se 12 orë në nëntok 18 minator të minjerës së Trepçës në Mitrovic. Gjendja e tyre shëndetësore është e mirë përveç lodhjes për shkak të orëve të gjata të qëndruara në galeri. Trump dhe Xi Jinping i bën elozhe njëri tjetrit në pjesën e hapur të takimit dypalësh, por pas dyerve të mbyllura, presidenti kinez paralajmëroi Washingtonin se të dyja vendet mund të hyjnë në konflikt nëse çështja e Tajvanit trajtohet keq. Përshëndetje të nderuar teleshikues, mirë se erdhët në edicionin informativ të orës 15:30 në televizionin Klan. Do të jemi së bashku me zhvillimet më të fundit deri më tani. Do të flasim së pari për seancën parlamentare të ditës së sotme, ku kuvendi është përfshirë nga debate të forta për integrimin e vendit në Bashkimin Evropian. Pavarësisht se dha votën për projekt të rezolutën në Komisionin e Jashtëm, opozita tha se procesi është bllokuar për shkak të qeverisë, por mazhoranca theksoi se Shqipëria është më afër se kur antarësimit. Shumica dhe opozita miratuan me konsensus në Komisionin e Jashtëm projekt rezolutën për procesin e antarësimit të Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Mes shumë angazhimeve të ndërmarra për kontroll parlamentar mbi ekzekutivin dhe çdo institucion tjetër kushtetues, nënvizohet fakti se nuk do të pranohet asnjë nismë tjetër që nuk synon një antarësim të plotë. Dokumenti u lexua në seancë plenare nga kryetari i Komisionit Ligjeve Igli Hasani. Të refuzoj çdo nismë, akt apo veprim që devijon nga kursi i qëndësishëm i antarësimit plot të Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Seanca e sotme është një seancë maraton me debate për raportin vjetor të dorëzuar nga qeveria, si dhe rezolutën e Komisionit të Jashtëm të Parlamentit Evropian për integrimin, por kreu i grupit parlamentar socialist Auland Balla e shfrytëzoi fjalën e tij për të folur për rezolutën konsensuale që do të miratohet në fund të debatit parlamentar. Kuvendi ka pasur dhe duhet ketë rol qendror. Unë nuk i iki këtij angazhimi si kryetari i grupit shumicës, por roli i opozitës është i pasëvendësueshëm. Pavarësisht votës së opozitës në Komisionin e Jashtëm dhe këmbguljes që dokumenti i qeverisë të lexojë plot për të informuar qytetarët, Sali Berisha kur mori fjalën e akuzoi socialistët për hipokrizi në raport me integrimin. Ju jeni jo për integrimin, por për plaçkitjen. Raporti thot duhet zbatohen vendimet e gjykatës kushtetuese. Kush i shkel ato jeni ju? A jeni ju pengesa kryesore e shqiptarëve në integrim? Edhe Gazmend Bardhi në të njëjtën linjë me kryetarin e tij tha se Edi Rama po e bllokon procesin e antarësimit. Nuk është se ndonjë vend antar i Bashkimit Evropian na e ka me hile. Se është Edi Rama që na e ka me hile. Socialistët u kujdesën të mos e prishin konsensusin e arritur përpara seancës dhe nuk replikuan me kundërshtarët. Ministri i Jashtëm që foli përpara Sali Berishës siguroi edhe një herë se nuk ka asnjë bllokim dhe se dialogu parlamentar thot ai është i rëndësishëm për procesin e integrimit. As nuk është bllokuar, as nuk është ndaluar, as nuk është vetuar nga ndonjë shtet antar. Përkundrazi. Por në mungesë të debatit me kundërshtarët, momente të tilla pati mes vetë socialistëve, kur Niko Peleshi nuk e lejoi Ulsi Manjën të merrte fjalën për replik me Sali Berishën. Jo. Ju lutem, nuk mundet, jemi në diskutime me minutazh të përcaktuar. Unë nuk jam Niko. Ju lutem. Me përpjekjen e tij për të bërë diversion mes të majtëve, kryedemokrati pati replika edhe me Elisa Spiropalin. Si ka mundësi? Ajo e quhen pallosh i gjatë dhe ai bën gjithçka për ta mbrojtur, kurse ti e quhen Skënderbeg dhe të flak. Sali je i pabesueshëm kur të çlirosh opozitën,
Mund të flasim këtu dhe ndoshta terma doktor do të ngjisin më shumë. Odiri ka dërguar një opinion urgjent Komisionit të posaçëm të reformës zgjedhore lidhur me projekt ligjin për financimin e partive politike. Zyra me qendër në Varshavë kërkon më shumë mekanizma që të sigurojnë transparencë dhe kontroll. Veç Komisionit të Venecias, Komisioni i posaçëm për reformën zgjedhore kërkoi opinion dhe nga Odiri për projekt ligjin për financimin e partive. Një ditë më parë, Odir përmes një opinioni urgjenti ka dorëzuar Komisionit rekomandimet që synojnë një ligj me rregulla të qarta për partitë, por edhe institucionet monitoruese për çdo para që kalon nga llogaritë e selive politike. Në këtë dokument ju sugjerohet palëve se në draftin final që do të miratohet në parlament të parashikohen më shumë mekanizma ligjor që sigurojnë transparencë dhe kontroll. Të ndaloj shprehimisht në projekt ligj donacionet e bëra në emër të një personi tjetër dhe duke kërkuar zbulimin e profesionit dhe punëdhënësit të secili donator, me qëllim rritjen e transparencës dhe zvogëlimin e rrezikut të anashkalimit. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve do të jetë përgjegjës për auditimin e financave të partive edhe jashtë fushatave, por Odir kërkon specifikime më të qarta për rolin e tij. Të përfshihet në mënyrë të qartë përgjegjësia e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve për të mirëmbajtur dhe siguruar aksesin publik në të dhënat e financimit të partive politike. Më shumë vëmendje rekomandohet dhe për sanksionet. Të parashikohet në projekt ligj që gjobat për donacionet e tepërta të kalibrohen si një shumëfish i shumës që tekalon kufijtë e zbatueshëm, të futen sanksionet të qarta për marrjen e donacioneve nga burime të ndaluara dhe të sqarohen detyrimet e partive politike për të verifikuar ligjshmërinë e donacioneve. Komisioni i Venecias ka lajmëruar se do ta shqyrtojë kërkesën për opinion në 12 dhe 13 qershor dhe vetëm pas marrjes së këtyre rekomandimeve Komisioni i Reformës Zgjedhore do të mblidhet për të integruar të gjitha sugjerimet, përfshirë dhe ato të shoqërisë civile që janë depozituar prej disa javësh. Kryeministri Edi Rama mori pjesë në ceremoninë e nderimit me çmimin Karli i Madh të ish kryeministrit italian Mario Draghi të zhvilluar në Aachen të Gjermanisë. Rama i quajti Draghi një europian të madh në mbrojtjen e stabilitetit ekonomik të Unionit. Në qytetin e Aachen në Gjermani është zhvilluar ceremonia ndarjes së çmimit Karli i Madh, ku ishte i pranishëm edhe kryeministri Edi Rama në krah të presidentes së Komisionit Evropian Ursula von der Leyen, kryeministrit grek Kyriakos Mitsotakis dhe kancelarit gjerman Friedrich Merz. Këtë vit çmimi u akordua ish kryeministrit të Italisë dhe ish presidenti i Bankës Qendrore Evropiane Mario Draghi për angazhimin e tij për një Evropë ekonomikisht të fortë, konkurruese dhe të bashkuar. Në një postim në rrjetet e tij sociale, Rama u shpreh: "Kënaqësi dhe nder sërish në Aachen të Gjermanisë si pjesë e grupit të miqve të nderit të ceremonisë prestigjioze të Charlemagne Prize, një nga vlerësimet më të rëndësishme europiane për kontributin në bashkimin dhe të ardhmen e Europës, ku sot europiani i madh Mario Draghi u vlerësua me çmimin e Karlit të Madh 2026, në respekt të rolit të tij të jashtëzakonshëm në mbrojtjen e stabilitetit ekonomik të Europës dhe nxitjen e projektit të një Europe të bashkuar përtej kufive të sotëm, me një treg shumë më unik, me aftësi mbrojtëse të vetëmjaftueshme e me fuqi prodhuese konkurruese shumë më të madhe." Gjatë fjalës së tij, kancelari Merz bëri thirrje për një ripërtëritje të asaj që ai e quajti sistem të vjetëruar buxhetor të Bashkimit Evropian, duke kërkuar rritje të shpenzimeve për sigurinë dhe mbrojtjen në buxhetin e ri për vitet 2028-2034. Çmimi i Karli i Madh është një nga vlerësimet më të rëndësishme evropiane që jepet që nga viti 1950 për personalitetet e shquara të politikës, shkencës dhe diplomacisë, të cilët kanë dhënë kontribut të veçantë për projektin e një Evrope të bashkuar. Ish zëvendës kryeministrja Belinda Balluku ka dorëzuar rekurs në gjykatën e lartë e ajo kërkon nga gjyqtarët shfuqizimin e masës së pezullimit nga detyra. Balluku është marrë në hetim për dyshimet se është përfshirë në shkelje të barazisë në tendera. Në analizat e kryera nga AKU zbulua se shkaku i helmimit të 56 studentëve të Akademisë së Sigurisë u bë konsumimi i makaronave të cilat rezultuan me ngarkesë bakteriale. AKU njoftoi bllokimin e kompanisë që kryente furnizimin me ushqime, duke vënë edhe një gjop ndaj saj.
Helmimi I studentëve të Akademisë së Sigurisë ka ardhur nga konsumimi I makaronave të cilat rezultuan me Escherichia coli dhe stafilokok. Ky është rezultati I analizave të dala nga mostrat e marra pranë kuzhinës së Akademisë së Sigurisë në SAUK. Nga laboratori I referencës I SUV informohemi se 8 mostra të kampionuara kanë dalë brenda normave dhe një kampion makarona, produkt I gatshëm, ka rezultuar jo konform për ngarkesë mbi normë Escherichia coli dhe stafilokok. Mostër kjo e kampionuar në kuzhinën brenda ambienteve të Akademisë së Sigurisë në SAUK. Për këtë gjetje, AKU mori masën e ndërprerjes së aktivitetit deri në plotësimin e kërkesave ligjore për pastrimin dhe dezinfektimin e ambienteve dhe pajisjeve të punës, si dhe ndërprerjen e aktivitetit të subjektit Sorial. Në vijim të ndjekjes së gjurmueshmërisë në adresën Garnizoni Skënderbej pranë forcave të armatosura, ku është kryer prodhimi I këtyre produkteve, referuar konstatimeve të institucioneve shëndetësore, mbi raportin përfundimtar të hetimit epidemiologjik për rezultatet jo konform për tregues të higjienës, evidentuar në kampionët në ruajtje si dhe në disa prej pajisjeve të punës, AKU mori masa për ndërprerjen e aktivitetit të subjektit Sorial edhe në adresën Garnizoni Skënderbej pranë forcave të armatosura. Ndaj subjektit është vendosur një gjobë në vlerën e 1.500.000 lekëve për ushqim të pasigurt dhe kushte higjieno-sanitare dhe po ashtu duhet ta zgjesoj produktin e bllokuar. Prania e Escherichia coli dhe stafilokokut koagulas pozitiv në ushqime si makaronat tregon një kontaminim të rëndë dhe është një rrezik I lartë për shëndetin. Këto baktere zakonisht vijnë nga higjiena e dobët gjatë përgatitjes, ruajtja e gabuar në temperaturat e dhomës ose përdorimi I ujit të kontaminuar. 56 studentë të Akademisë së Sigurisë përfunduan në repartin infektiv të QSU nga helmimi I ushqimit të kontaminuar. Pas hetimeve të kryera nga policia, u arrestua një 52 vjeçar me detyrë kuzhinier dhe një 23 vjeçare teknologe në kompaninë e kontraktuar për të ofruar ushqimin. Në kërkim u shpall administratorja e kompanisë, ndërsa një tjetër teknologe hetohet në gjendje të lirë. Rastet e dyshuara për evazion fiskal dhe fshehje të ardhura shënuan një rritje të fortë për gjatë vitit 2025 duke u trefishuar krahasuar me vitin 2024. Për ekspertët, zgjerimi I këtij fenomeni ka pasoja për buxhetin e shtetit, por dëmton edhe konkurrencën. Ekonomia informale vijon të mbetet një shqetësim për ekonominë shqiptare. Vetëm gjatë vitit 2025, rastet e dyshuara për evazion fiskal dhe fshehje të ardhurash kanë arritur në 85 nga 31 që ishin një vit më parë, ndërkohë 80 raste janë referuar pranë tatimeve, mbi 3 fish më shumë krahasuar me vitin 2024. Sipas raportit të Agjencisë së Inteligjencës Financiare, dyshimet lidhen me transferta të pajustifikuara, depozitime kesh me burim të paqartë fondesh, si dhe qarkullim parash përmes personave të tretë apo bizneseve të lidhura. Kjo ka krijuar dy ekonomi, njëra ekonomia formale dhe tjetra informale, dhe ka ndikim si te pjesa etare fiskale, të cilat për te rritjes kanë deficienca, humbet dhe efekti I gjurmueshmërisë. Raporti evidenton gjithashtu se transaksionet e dyshimta shfaqen në forma të ndryshme, nga fshehja e të ardhurave deri te transfertat pa dokumentacion të besueshëm. Te qytetarët jep efektin e një tregu të copëzuar, jep her pas here dhe ato treguesit e çmimeve të rritura të cilët nuk ndjekin logjikën e një tregu të pastër dhe të hapur. Për sa I përket pjesës së bizneseve, u rrit kostot dhe rrit edhe prezencën e atyre elementeve të cilët përbëjnë në kriminalizim të ekonomisë. Në raport theksohet se rastet e referuara lidhen kryesisht me dyshime për evazion fiskal, mashtrim financiar dhe qarkullim të pajustifikuar fondesh, ndërsa institucionet pritet të intensifikojnë kontrollet gjatë këtij viti. Mbi 219.000 persona vizituan sitet kulturore në vendin tonë për gjatë 4 muajve të parë të këtij viti. Kjo shifër është rreth 15% më e lartë se njëjta periudhë një viti më parë. 4 mujori I pari I këtij viti ka rezultuar pozitiv për turizmin kulturor, I cili nga viti në vit po një rritje të shifrave. Janar-prilli 2026 në sitet e trashëgimisë kulturore ka regjistruar 219.423 vizitorë vendas dhe të huaj. Krahasuar me të njëjtën periudhë një viti më parë, ky numër është rritur me 15.2%. Kalaja e Gjirokastrës rezulton më e vizituara me mbi 34.000 vizitorë, ndërsa Parku Arkeologjik I Shkodrës mban vendin e dytë për numrin e vizitave me mbi 33.000 vizitorë. Në vend të tretë trenditet Parku Kombëtar I Butrintit me mbi 32.000 vizitorë, ndjekur nga Muzeu Gjergj Kastrioti në Krujë me mbi 30.000 vizita, ndërsa në vend të pestë trenditet Parku Arkeologjik I Apollonisë me mbi 20.000 bileta të shitura.
Shifrat i ndau në rrjetet sociale Ministri i Turizmit, Kulturës dhe Sportit, Blendi Gonxha, i cili ka zgjedhur për t'i krahasuar me shifrat e vitit 2023, ku rritja është me 114% më shumë vizitorë dhe 142% më shumë të ardhura. Sipas Bankës Botërore, gati 86% e territorit të Shqipërisë është ekspozuar ndaj fatkeqësive natyrore. Ndaj Ministria e Ekonomisë thotë se krahas masave të tjera, sigurimi i detyrueshëm për pronën është thelbësor për përballimin e këtyre pasojave. Duke ju referuar vlerësimeve të Bankës Botërore se Shqipëria mbetet ndër vendet më të ekspozuara ndaj fatkeqësive natyrore në Europë, ku rreth 86% e territorit dhe mbi 88% e popullsisë janë të rrezikuara, Ministri i Ekonomisë dhe Inovacionit Delina Ibrahimaj thekson rëndësinë e forcimit të mekanizmave mbrojtës. Aktualisht niveli i sigurimit ndaj banesave është për rrezikun natyrmetet, apo për mbytet është tmerësisht i ulët. Hartimi në mënyrën e durë dhe miratimi i legjislacionit për sigurimin e detyrueshëm ndaj tërmetet dhe përmbytje për mua është thelbësor. Në forumin ndërkombëtar mbi menaxhimin e rreziqeve nga katastrofat natyrore, drejtoresha e Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare u shpreh se edhe pse ka një përparim në sektorin sigurimeve, vendi ynë mbetet ende pas krahasuar me rajonin. Vëllimet e primeve janë zgjeruar duke arritur gati 280 milion në vitin 2025, dhe ndësia është rritur me 120 euro për fllym, ndërsa depërtimi i tregut është 1%, ende më i ulët se rajoni ose edhe mesataret. Diskutimet në forum u përqendruan gjithashtu në zhvillimin e skemave të përshtatshme për tregun shqiptar në funksion të rritjes së mbrojtjes financiare. Një defekt në sistemin elektrik bllokoi për më shumë se 12 orë në nëntok 18 minator të minierës së Trepçës. Në Mitrovic, gjendja e tyre shëndetësore është e mirë, vetëm për shkak të orëve të gjata që ata qëndruan në galeri. Ky është momenti kur dalin pas bllokimit mbi 12 orë në tokë 18 minatorë të minierës së Trepçës në Mitrovic. Ata mbetën në thellësinë 750 metra për shkak të një defekti elektrik që nxori jashtë funksionit ashensori në orën 1:30 të mëngjesit të kësaj të njëjteje. Në vendin e ngjarjes shkuan ekipet e emergjencës dhe mjek në rast të përkeqësimit të gjendjes shëndetësore të tyre. Gjendja e minatorëve pas daljes nga nëntoka u paraqit e mirë, përveç lodhjes për shkak të qëndrimit të gjatë në galeri. Edhe në të kaluarën në minierat e Trepçës ka pasur raste të bllokimit të minatorëve për shkaqe teknike. Kompleksi metalurgjik është një shoqëri aksionere ku 80% i përkasin qeverisë Kosovës dhe 20% punojësve të kësaj ndërmarrjeje. Sindikatat e minatorëve janë ankuar shpesh për pagat dhe kushtet e punës. Shtetet e Bashkuara të Amerikës do t'i japin Kosovës rreth 14 milion dollar armatime për këtë qëllim. Dash ka njoftuar Kongresin për leje. Departamenti Amerikan i Shtetit e ka njoftuar Kongresin Amerikan për një leje të propozuar për eksportimin e artikujve të mbrojtjes, të dhënave teknike dhe shërbimeve të mbrojtjes drejt Kosovës, në vlerë prej 14 milion dollarësh apo më shumë. Radio Europa e Lirë raportoi se në dokumentin e Kongresit nuk jepen hollësi publike për llojin e pajisjeve apo shërbimeve që përfshihen në këtë leje. Njoftimi për furnizimin e Kosovës me armatim të ri amerikan vjen në kohën kur kongresistë amerikan po bëjnë thirrje që Washingtoni ta mbështesë antarësimin e Kosovës në NATO. Në shkurtin e vitit 2025, Kosova mori dron të blerë nga SBA-ja, ndërsa më vonë u furnizua me auto blinda të blera në SBA. Në vitin 2024, Kosova bëri kërkesë për blerjen e 200 raketave kundër tank Javelin. Në vitin 2021, qeveria amerikane i dhuroi Kosovës 55 autoblinda. Forca e Sigurisë së Kosovës, FSK, aktualisht është në proces të shndërrimit në ushtri. Procesi i transformimit të FSK-s në forcat e armatosura nisi në 2018, pas miratimit të ndryshimeve ligjore. Ky proces pritet të zgjasë 10 vjet. Shtetet e Bashkuara e kanë mbështetur nga fillimi transformimin e FSK-s në ushtri, por jo edhe Organizata e Traktatit të Atlantikut Verior NATO, e cila insiston që FSK-ja t'u përmbahet detyrave të saj fillestare, si reagimi ndaj krizave apo mbrojtja civile. Aktualisht FSK-ja po përgatitet të bashkohet me forcën ndërkombëtare stabilizuese për Gazën, e cila është pjesë e planit për paqe në këtë rajon të propozuar nga presidenti amerikan Donald Trump. Donald Trump dhe Xi Jinping i bën elozhe njëri tjetrit në pjesën e hapur të takimit dy palësh që u zhvillua në Pekin, por pas dyerve të mbyllura, dy liderët preken çështje të nxehta, teksa presidenti kinez paralajmëroi Washingtonin se të dyja vendet mund të hyjnë në konflikt nëse çështja e Tajvanit trajtohet keq.
Presidenti Amerikan Donald Trump dhe lideri kinez Xi Jinping parakaluan një ceremoni pritje pompoze me roje nderi dhe turma fëmijësh që valvitnin lule dhe flamuj në sallën e madhe të popullit në Pekin. Për të vazhduar më pas bisedimet e nivelit të lartë që zgjatën më shumë se 2 orë, ku të dy liderët në fjalët hapëse shprehen optimizëm për stabilizimin e raporteve. Unë dhe ju njihemi prej kohësh. Në fakt është marrëdhënia më e gjatë e dy vendeve tona që ka pasur ndonjë president, dhe për mua është një nder. Kemi pasur një marrëdhënie fantastike, ja kemi dalë mban. Kur kishte vështirësi i zgjidhnim, do të kemi një të ardhme fantastike së bashku. Gjithmonë kam besuar se Kina dhe Shtetet e Bashkuara kanë më shumë interesa të përbashkëta se sa dallime. Suksesi i njërës është një mundësi për tjetrën, dhe një marrëdhënie e qëndrueshme dy palçe është e mirë për botën. Kina dhe Shtetet e Bashkuara duhet të jenë partner në vend të rivalëve. Ndërkohë, pas dyerve të mbyllura, Xi hapi çështjen e Tajvanit. Ai tha Trump se Tajvani ishte pika më e rëndësishme me të cilën përballeshin dhe nëse trajtohet keq, mund ta çonte të gjithë marrëdhënien SBA-Ki në një situatë jashtëzakonisht rrezikshme dhe të shkaktonte përplasje ose edhe konflikt midis vendeve, sipas deklaratës së Pekinit mbi bisedimet. Trump nuk u përgjigj më vonë kur një gazetar i pyeti me ngulm nëse udhëheqësit kishin diskutuar për Tajvanin ndërsa pozonte për foto me Xi në Tempullin e Qiellit. Ndërkohë edhe njoftimi i Shtëpisë së Bardhë tha se liderët janë dakord që Irani nuk duhet të ketë armë bërthamore, ngushtica e Hormuzit duhet të mbetet e hapur, por nuk përmendte Tajvanin. Sa i takon çështjeve tregtare, të dy i vlerësuan si pozitive. Papa Leoni XIV ka kritikuar Europën për rritjen e shpenzimeve të mbrojtjes për gjatë viteve të fundit pas kërkesës së presidentit Donald Trump. Sipas papës, riarmatim nuk do të thotë mbrojtje, por më pak investime në shëndetësi dhe arsim. Kreu i Kishës Katolike kritikoi këtë të njëjtë rritjen e shpenzimeve ushtarake europiane, të cilat janë shtuar gjatë vitit të fundit në nivelin më të lartë që nga lufta e ftohtë për shkak të presionit nga presidenti amerikan Trump. Duke folur me studentët në Universitetin e Romës, Papa Leoni tha se kjo ishte një tradhtie diplomacisë. Che mondo stiamo lasciando? Le të mos e quajmë mbrojtjen një riarmatim që rrit tensionet dhe pasigurinë, varfëron investimet në arsim dhe shëndetësi, tradhton besimin në diplomaci dhe pasuron elitat që nuk interesohen fare për të mirën e përbashkët. Papa Leoni ka folur hapur kundër drejtimit të leadershipit botëror në javët e fundit. Shpenzimet ushtarake në të gjithë Europën u rritën me 14% në vitin 2025, duke kapur shifrën e 864 miliard dollarëve, sipas Institutit Ndërkombëtar të Stockholmit. Trump ju ka tërhequr veshin vazhdimisht aleatëve Evropian që të shpenzojnë më shumë për armë dhe në shkurt nënshkroi një urdhër ekzekutiv në favor të klientëve amerikanë të armëve që shpenzojnë më shumë në mbrojtje. Ministri Britanik i Shëndetësisë Wes Streeting dhe kandidati kryesor për të sfiduar kryeministrin aktual Keir Starmer kanë dhënë dorëheqjen nga detyra, megjithse më herët ishte raportuar se Streeting do të tërhiqej nga shëndetësia për t'i dalë përballë kryeministrit në udhëheqjen e partisë. Në letrën e dorëheqjes, ai nuk shpreh ambicie për një gjë të tillë. Ai thotë se Partia Laboriste duhet të ofrojë një vizion të guximshëm dhe zgjedhje më të mëdha se ato që po ofron qeveria aktuale dhe se humbja në zgjedhjet lokale ishte papranueshme. Lëvizja e fundit vendos edhe më shumë rrezik në pozicionin e kryeministrit Starmer, i cili po përballet me kërkesa për dorëheqje. Në qendër të Tiranës, një objekt i papërfunduar është kthyer në një kosh mbetjesh. Banorët në zonën e Myslimshyrit thonë se rrezikohen nga infeksioni për shkak të degradimit të mbetjeve, ndërsa aroma e rëndë është përhapur në zonë. Ky objekt i braktisur në rrugën Myslimshyri është kthyer në një shqetësim për banorët. Ambienti i brenda tij tashmë përdoret për hedhjen e mbeturinave. Një nga zonat më të lakmuara të Tiranës turistike po përballet sot me një pamje skandaloze. Pas rrjetës që mbulon këtë godim, shihen grumbull mbeturinash që shtohen çdo ditë. Aq shumë kohë kanë kaluar saqë ato janë degraduar, duke u kthyer në burim infeksioni dhe rrezik real për shëndetin e qytetarëve. Me rritjen e temperaturave situata po rëndohet, era e rëndë është bërë e papërballueshme. Banorët thonë se objekti është kthyer në një strep për kafshët e ndasake, duke rritur rrezikun për sigurinë e tyre.
Jashtë kamerës thonë se ndihen të braktisur, ata kërkojnë ndërhyrje të menjëhershme të Bashkisë së Tiranës për pastrimin e zonës, vendosjen e masave parandaluese dhe kontrollin e objektit që ai të mos mbetet një kosh plekrash në mes të një prej rrugëve më të frekuentuara të qendrës së kryeqytetit. Klan News kërkoi informacion zyrtar nga Bashkia e Tiranës për situatën në këtë objekt, por në përgjigjen që mori, Bashkia deklaron se nuk është përgjegjësi e saj, pasi ky është objekt privat dhe duhet të mirëmbahet nga pronarët. Por në një kohë që Bashkia nuk mban përgjegjësi dhe lejon që një ambient i tillë në zemër të kryeqytetit të lihet në këtë gjendje, pa marrë asnjë mas për shkaktarin, ata që vuajnë pasojat janë familjet dhe bizneset përreth. Ylka Mujo, Luiza Gjuvani dhe Elia Zaharia unë gjitën mbrëmjen e djeshme në skenën e teatrit eksperimental, jo për të dhënë një shfaqje teatrale, por për një recital poetik. Ato interpretuan për publikun disa nga poezitë e shkrimtarit dhe publicistit Preç Zogaj të përmbledhura në vëllimin në çdo pasqyrë na sheh mëkati. Shtrihen duart e ëndërta, si kur do të në lindësh përsëri. Këto poezi të interpretuara nga ikona të skenës, Ylka Mujo, Luiza Gjuvani, Elia Zaharia, janë krijime të penës së Preç Zogajt për gjatë 40 viteve, të përmbledhura në vëllimin në çdo pasqyrë na sheh mëkati. E mora për dole, krishtimin, e shkolla kampus me lumë. Por interpretimi i ndjerë, i thellë dhe brillant i aktorëve i dhanë zërin e duhur për të deportuar në botën shpirtërore të spektatorit, që ndjeu jetën, dashurinë, pendesën dhe dëmshurinë. Kishta në dorës për shtokën, as i mbaruosur në lorë. Paçka se është i njëjti autor, nuk të duket sikur përsëritesh nga poezia në poezi. Letërse ka dy temat mohe. Ka dashurin, ka dhe vdekjen. Poezitë e dashurisë Preçit janë manice. Në këtë mbrëmje të veçantë, vetë Preç Zogaj interpretoi njërin prej krijimeve të tij. Dëgjoj, lufta vazhdon, skuqe. Jemi të pafyeshëm, skuqe. Poezia ime nuk është ndëruar në këtë shkallë më parë, megjithëse unë kam marrë dhe çmime. Është një mbrëmje e parë e këtij lloji, që përjetoj edhe unë si krijues. Unë ndjeva shumë i gëzuar. Por përveç fjalës dhe poezisë nuk mungoi as kënga interpretuar nga artisti i mirënjohur Frederik Ndoci. Në skenën e teatrit kombëtar eksperimental, në këtë mbrëmje speciale nuk munguan miqt, artistët, politikanë dhe dashamirës e lexues të Zogajt, me të cilin përmbylli edhe mbrëmjen. Mbritëm në fund të këtij edicioni informativ, unë ju falenderoj për vëmendjen, bashkë miru takofshim.